Jo, zonja Moslio, super kriminela jeni ju të PDK-s. E tash ju tregoj pse janë këta të PDK-s super kriminela. 20 vjet qeverisje me listën srpska. 20 vjet s'kan guxu me shku në Mitrovic, duke e dit tash pedina që 20 vjet ka pas vareza masive në tona. Ju jeni super kriminela. U desht një Albin me orë, një qeveri e Albinit, për sot mu shpalos vareza masive në Zubin Potok. E për shka jeni alo super kriminela, që e keni liju 25 komuna struktura paralele sërbe. Ju jeni super kriminela duke bu në nshkrimje 2013, 2015, 2017 e ku drejt që në ta disë në nshkrimje ju keni bu në që se dim. Me shkijet. Pse një ju super kriminela e keni votu demarkacionin? Pse një super kriminela e keni votu gjykatën speciale? Pse një ju super kriminela ja keni pagu rrymën shkive në Mitrovic? Pse një super kriminela ma shumë drejta keni dhënë shkive i keni dhënë drejta se sa shqiptarve popullit? Po? Rrugët i keni ndrejt që atje matë mira se që tërkond. Kanalizime, ujë, rrymë matë mira se që tërkond Kosovë. Super kriminela jeni ju që para syve t'juv Radojqiqi formoj mafi edhe ushtri paramilitare sërbe, që aje kontrolloj ki Mitrovicën. Aje. Që mos t'i shko në Albini, bashkë me Anglinë edhe Amerikën, e me luftu ushtrin paramilitare sërbe në Mitrovicë Radojqiqit, unë jom i bindën Radojqiqi Kosovën e kishmarë pa problem. Pa problem e kishmarë Kosovën. Ato jam i bindën kështu 1.000.000%. E leje mos të flasë pse një super kriminela që s'ka sen Kosovë që e kini privatizu, i kini prish, i kini martokat, doganat, gjdoganat, veç be, më falni shpreje, veç këta